Të moshuarit në vend do të marrin pension të 13 sipas dokumentit politik për moshimin dhe planin e veprimit 2025-2030, rezulton se qeveria Rama planifikon që ky objektiv të arrihet brenda vitit 2030. Ky plan kombëtar për moshën e tretë të përgatitet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, me mbështetjen e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë dhe e koordinuar nga Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin. Plani i veprimit për personat e moshuar 2025-2030 synon të ofrojë një qasje gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme për përmirësimin e cilësisë së jetës së të moshuarve në Shqipëri. Ky plan vjen në një moment të rëndësishëm për vendin, ndërsa Shqipëria përparon në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe përballet me sfida të thella demografike dhe ekonomike që ndikojnë drejtpërdrejt në mirëqenien e të moshuarve. Qeveria pranon se ndryshimet demografike të theksuara dhe kushtet e vështira ekonomike për të moshuarit përfitues të pensioneve urbane, rurale apo sociale kanë bërë të jepet një rëndësi më e madhe zhvillimit të politikave të dedikuara për këtë grup moshë. Ky plan veprimi mbështetet në parime të tilla si të drejtat e barabarta, integrimi social, përmirësimi i kujdesit shëndetësor, garantimi i aksesit në shërbime sociale dhe mbështetjen institucionale.